I nderuar zoti kryeministër, është kënaqësi t'ju kemi sot në këtë event. E nderuar zonja zëvendës kryeministre, të dashur koleg, është kënaqësi të t'ju kemi sot për t'ju paraqitur një plan masash për rregullimin e një sektori dhe një nën sektori të energjisë elektrike që ka marrë një zhvillim të jashtëzakonshëm këto vitet e fundit. Dhe është pikërisht për tregun e karikimit të mjeteve elektrike. Si është kuadri ligjor sot në fuqi? Sot nuk kemi një rregullim të mirë fillt për sa i përket tregut të karikimit të mjeteve elektrike. Si e tillë dhe zhvillimi ka qenë spontan dhe shpeshherë dhe i pa koordinuar brenda dhe institucioneve shtetërore. Sot janë bashkitë strukturat aktuale që bëjnë dhënie të miratimeve të këtyre pikave të karikimit dhe rishitja e tyre është me çmime të parregulluara. Sot në pikat e karikimit të mjeteve elektrike shikojmë çmime që varojnë nga 40 lekë deri në 60 lekë. Ndërkohë që kosto e blerjes së tyre është 14 lekë në pikën e karikimit të mjeteve elektrike. Pra kemi patur rishitje të tyre me çmime pothuajse 3 fish më të lartë se kostoja e tyre. Ne kemi bërë një analizim të tregut të pikave të karikimit dhe kemi parë që deri tani janë rreth 254 pika karikimit të mjetesh elektrike, të ndara sigurisht ndërmjet pikave të karikimit të taksive, që zën rreth 66 pika karikimi dhe pjesa tjetër zën pika karikimi për qëllim rishitje apo për vetë nevojat e biznesit. Ndërkohë, tregu i mjeteve elektrike ka marrë një zhvillim të jashtëzakonshëm. Pse? Kemi rreth 16.000 mjete elektrike të regjistruara tashmë në Shqipëri. Vetëm në 10 mujorin e parë të vitit 2025 kemi parë rreth 4.600 mjete që janë regjistruar për herë të parë mjetesh elektrike. Si e tillë, nevoja për të rregulluar këtë sektor është imediate dhe le të themi është iminente. Çfarë parashikon dhe pse është nevoja të rregullohet tregu i sektorit të mjeteve të karikimit të mjeteve elektrike? Së pari, ato për shkak të vetë teknologjisë së tyre krijojnë një kosto të specifike për kompaninë tonë. Është pamundur që ne gjatë ditës të parashikojmë sa mjete elektrike do hyjnë për të karikuar dhe ku në çfarë vendesh do jenë ato. Pra ato krijojnë kosto të elevuara të disbalancave. Këto kosto deri tani janë mbajtur të gjitha nga kompania jonë. Po ashtu, kapaciteti tyre në kabinat elektrike është i madh. Një pikë karikimi në kabinën tonë zë vend sa për 30 familje. Në këtë kuptim është nevoja që të bëhet një rregullim i këtij sektori në mënyrë që së pari të krijojmë qëndrueshmëri të rrjetit për të vazhduar për të ofruar këtë shërbim dhe në vitet e mëtejshme, por edhe për një ndarje të kostove përkatëse. Dhe në këtë sens është bërë një adresim i kësaj elementi. Së pari me datë 1 nëntor në bazë të propozimit të kompanisë sonë, enti rregullatori i energjisë ka miratuar çmimin 22 lekë për pikat e karikimit të mjeteve elektrike. Dhe së dyti, do i njoftohet dhe është njoftuar tashmë gjitha subjekteve që bëjnë le themi rishitjen e energjisë elektrike të kompanisë sonë, që është kjo tashmë nuk do lejohet dhe këto pika karikimi për rishitje kanë të drejtë që të zgjedhin kompani furnizimin tregun e lirë. Patjetër OSHE-ja do vazhdoj të furnizojë këto kompani në qoftë se ato e kërkojnë të shërbim nga ana e OSHE-s. Unë para se ta mbyll dhe t'ja jap fjalën zëvendës kryeministrës, kam dëshirë vetëm të theksoj faktin që rritja e çmimit është vetëm për pikat e biznesit komerciale që qëllojnë që kanë efekt të rishitje dhe për gjitha bizneset apo familjarët që bëjnë karikimin e tyre në ambientet e tyre në atë që quhet karikimi i avazht, çmimi është i pandryshuar dhe vazhdon përsëri të jetë 9.5 lekë për familje që dua ta theksoj është çmimi më i ulët në rajon për karikimin e mjeteve elektrike. Për të vijuar me planin e masave për, le themi, për rregullimin e këtij sektori, do ftoja zëvendës kryeministrën. Faleminderit. Shumë faleminderit, i nderuar kryeministër, koleg, drejtues të sektorit energjetik. Unë do ta nisja pak ndryshe. Do ta nisja nga progres raporti i fundit, i cili u shpall vetëm javën e kaluar, ku bazuar mbi 40 masa të vlerësuara, energjia ka marrë vlerësimin progres i mirë. Progres i mirë i dhënë për vitin e dytë radhasi, që padyshim na bën krenar dhe pasqyron të gjitha përpjekjet e bëra nga secili prej jush në këtë sektor, nga elektricisti dhe deri tek drejtuesit e sektorit, apo edhe renti që ne kemi ndjekur gjatë gjithë periudhës
për sa i përket kuadrit ligjor dhe gjithçka tjetër, ka sjell këtë rezultat. Raporti thekson si kontributor për këtë vlerësim për afrimin me kuadrin ligjor me akit e Bashkimit Evropian, avancimin në liberalizimin e tregut, ndarjen funksionale të operatorëve, unbundling. Ka qenë një proces i gjatë që kemi bërë së bashku në vitin 2019 me shumë pikpyetje se si do t'ja dilnim me kompanitë e ndara, por sot OSHE funksionon si kompania MØM, e cila merret me gjithë pjesën administrative të mbarvajtjes të sektorit, por nga ana tjetër, pra sektorit shpërndarjes në këtë rast, por nga ana tjetër kemi krijimin e kompanive të cilat sot po forcohen dhe pritjen për krijuar edhe kompani tjera siç është operatori i energjisë rinovueshme. Gjithashtu është vlerësuar integrimi rajonar për sa i përket funksionalitetit të bursës me energji, pra bursa Alpex dhe bashkëpunimi në tregun e përbashkët Ballkanit Perëndimor. Si dhe një tjetër element i cili është vlerësuar është zhvillimi i burimeve të rinovueshme përmes ankandeve transparente dhe rritjes së pjesëmarrjes private në kontributin e prodhimit të energjisë së rinovueshme në vendin tonë. Sipas raportit, progres është shënuar dhe në eficiencën e energjisë, me forcimin e kuadrit ligjor dhe përgjithësimin e planit kombëtar për energjinë dhe klimën dhe diversifikimin e furnizimit, të cilat kanë përmirësuar ndjeshëm sigurinë energjetike në vendin tonë. Prioritetet për periudhën në vijim përfshin miratimin dhe zbatimin e planit kombëtar për energjinë dhe klimën, liberalizimin e plotë të tregut, bashkimin e tregut të ditës në advans me vendet fshinjësi dhe përgatitjen e tranzicionit të gjelbër, gjithëpërfshirës, në përputhje me objektivat e Bashkimit Evropian për dekarbonizimin dhe zhvillim të qëndrueshëm. Ky progres është frut i një pune të përbashkët, është frut i forcimit të institucioneve tona, investimeve në infrastrukturë, rritjes së transparencës dhe digitalizimit të shërbimeve. Janë këto veprime që kanë bërë të mundur që energjia shqiptare të renditet me sektorëve me performancën më të mirë në këtë raport të Bashkimit Evropian. Por përveç vlerësimit që na bën krenar, ky është edhe një moment për të bërë një bilanc tjetër të rëndësishëm. Atë të kontributit real të sektorit energjetik në zhvillimin ekonomik të vendit. Dhe për më saktë, unë do t'i referohesha një raporti të Bankës së Shqipërisë në mesin e vitit 2025 për sa i përket kontributit të energjisë në investimet e huaja. Sot, investimet e huaja në Shqipëri kanë arritur 16 miliard euro, këto të llogaritura sipas metodologjisë tradicionale duke marrë kursin e këmbimit ditor. Por energjia është në vend të parë si kontributor kryesor në investimet e huaja në vendin tonë. Dhe në vend të dytë është sektori i nxjerrjes. Të dy sektor të portofolit të Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë. Për të futur më thellë në shifra, sot 16 miliard euro investimet të huaja në vendin tonë janë mbi 250% krahasuar me një dekadë më parë. Ndërsa për sa i përket energjisë, kontributi në valutë i sektorit energjetik si investimi i huaj ka arritur rreth 3,72 miliard euro. Por për të mos lënë asnjë derë të hapur për retorik dhe pretendime, vetëm në 5 vjeçarin e fundit, pra krahasuar me mesvitin me 2020, jemi rritur me 52% në investimet të huaja vetëm në sektorin energjetik. Ndërkohë që për sa i përket sektorit të nxjerrjes, sot në sektorin e nxjerrjes kemi rreth një kontribut i cili shkon rreth 2,60 miliard euro, ose e thënë ndryshe 162% më shumë krahasuar me vitin 2020, pra vetëm 5 vite më parë. Ky është një tregues i qartë
i besimit që investitorët ndërkombëtar kanë tek potenciali, serioziteti dhe qëndrueshmëria e këtij sektori. Tashmë kemi hyrë në një fazë të re të zhvillimit ku inovacioni është busulla e mandatit ton qeverisës. Për këtë arsye, OSHE Group, një kompani tashmë e konsoliduar në tregun shqiptar, po hyn në një fazë të re transformimi, duke kaluar përtej modelit klasik të shpërndarjes dhe furnizimit të energjisë, që janë shërbimet bazë të OSHE-s. Sot, synimi ynë është të zhvillojmë kompaninë duke ofruar zgjidhje inovative dhe produkte të reja, që modernizojnë shërbimet dhe sjellin përfitime reale për qytetarët tonë. Në një treg energjetik që po ndryshon me shpejtësi, teknologjitë e reja janë garancia jonë për qëndrueshmëri dhe zhvillim. Matësit inteligjent, platforma digjitale, automatizimi i proceseve, integrimi i burimeve të rinovueshme janë elementët që po e bëjnë sistemin tonë më efikas, më transparent dhe më afër standardeve europiane. Por asnjë teknologji nuk mund t'jap frutet e plota pa njerëzit që e drejtojnë atë. Paralelisht me zhvillimin e kapaciteteve teknike të shoqërisë, paralelisht me inovacionin që kemi filluar të ngrem brenda strukturave të kompanisë, pra të OSHE-s, ngritja e kapaciteteve njerëzore është thelbësore jo vetëm për OSHE-n, por për të gjithë sektorin energjetik. Ne kemi identifikuar vitet e fundit një mungesë të theksuar të kuadrove të ri të specializuar në fushën energjetike, pasi mosha mesatare e teknikëve, e inxhinierëve dhe gjithë kontributorëve të teknologjisë ka arritur në 50 vjeç. Megjithatë, kemi ndërmarrë gjatë vitit 2024 dhe vitit 2025 dy nisma shumë të rëndësishme. Për sjelljen e gjakut të ri brenda në ndërmarrjen e madhe të OSHE-s prej 6800 punonësish. Dhe ja kemi dalë në thirrjen e parë duke mbajtur moshën mesatare shumë të ulët dhe në thirrjen e dytë duke rritur atë, ne sot kemi 280 elektricistë të ri që janë shtuar radhëve të gjithë kësaj ushtrie të madhe të energjisë shqiptare. Megjithatë, sot ka ardhur momenti që vetë struktura e OSHE-s të ofrojë një akademi e cila do të kontribojë në rritjen e profesionistëve të ri, në rritjen e kuadrove të reja, që parashikohet kontribojnë jo vetëm brenda OSHE-s, pavarësisht se OSHE-ja është ajo që po ngjiz akademin, por të kontribojnë dhe për operatorin e transmetimit apo edhe gjenerusin kombëtar kesh. Përballë sfidës së qëndrueshmërisë energjetike dhe nevojës për diversifikim të burimeve të prodhimit, Akademia do të krijojë një brez të ri ekspertësh, të aftë të përballen me teknologjitë e reja, me inovacionin, që ndryshon çdo ditë. Ashtu siç është vizioni i kryeministrit Rama, ashtu dhe siç është boshti i qeverisë shqiptare për këtë mandat të sapo filluar. Ashtu sikur kanë bërë me dije dhe sekretarit amerikan të energjisë javën e kaluar në takimin e PITEC në Athinë, Shqipëria synon që jo thjesht të jetë një konsumator i energjisë edhe në nivelet e inovacionit, por synon të kthehet në një eksportues neto brenda vitit 2030. Kemi parë shembullin e vendit fshinj të Greqisë, kemi një miks energjie shumë të ngjashme midis dy vendeve tona dhe Greqia ka arritur vetëm në vitin 2024, mbas dekadash e dekadash investimesh dhe inovacioni, në vitin 2024, në prill të vitit 2024, Greqia për herë të parë kthehet në vend eksportues të energjisë, pasi ka qenë gjithmonë një vend importues. Nga prilli i vitit 2024, për 18 muaj, ndryshimi që ka psuar sistemi energjetik për sa i përket financave, nga një vend që kishte humbje deri në 1 miliard euro në vit pra për energjinë që blinte, sot ka mbyllur bilancet me rreth 100 milion euro për herë të parë si eksportues. Ky është vizioni i Shqipërisë, sigurisht hapat tonë kanë qenë shumë më të mëdhej dhe më të shpejtë se ato që ka bërë Greqia për shkak se koha që ne kemi pasur përpara ka qenë shumë më e kufizuar. Kujtojmë këtu vetëm vitin 2013 kur humbjet në rrjet kanë qenë 45% dhe ka pasur qytete që kanë pasur dhe më shumë se 50% humbje, ndërkohë që vitin e kaluar ne e kemi mbyllur me pak më shumë se 17% dhe nga të gjitha të dhënat që vijnë nga operatori i shpërndarjes rezulton që do të arrijmë objektivin në 31 dhjetor,
për ta mbyllur këtë vit me 16% humbje, nuk po I referohem sakt pik sa, pasi mundet edhe ta thyem rekordin që kemi vendosur. Në ndërkohë, do të ndaloja për një moment ke ky produkt I ri, I cili është dhe shkaku I takimit sot. Duke ndjekur filozofinë e inovacionit, duke ndjekur frymën e qeverisë shqiptare që gjithçka duhet bazohet me inovacionin, pikërisht për të rikuperuar këtë kohë, këtë gap kohë që ne kemi me vendet e tjera europiane, sot jemi këtu për të lançuar një produkt të ri. Një produkt të ri OSHE Charge, shërbimi I karikimit të mjeteve elektrike. Në një kohë kur transporti po evolon drejt teknologjive të pastra, ky është një hap I natyrshëm dhe I domosdoshëm. Analizat tregojnë se rrjeti aktual I pikave të karikimit në Shqipëri është ende I kufizuar dhe I përqendruar në Tiranë, duke lënë boshllëqe të mëdha në qytete të tjera, korridoret kombëtare, pikat hyrëse, kufitare, por për më shumë në zonat turistike. Sikur se prezantoi administratori OSHE-s, aktualisht kuadri ligjor nuk e rregullon në mënyrë eksplicite aktivitetin e karikimit të mjeteve elektrike, duke krijuar ambiguitet që ka lejuar zhvillimin e një tregu në mënyrë spontane dhe pa standarde të unifikuara. Megjithatë, është shumë e qartë se legjislacioni ekzistues nuk lejon rishitjen e energjisë elektrike të furnizuar me çmime të rregulluara nga ere për asnjë tipologji biznesi. Ndërkohë, mungesa e procedurave administrative edhe në nivel vendor ka prodhuar një treg të paregulluar, ku energjia e bler me 14 lek rishitet nga tregtarët privat nga 40 deri në 60 lek. Sot në vend qarkullojnë rreth 16.000 mjete elektrike dhe ekzistojnë 254 pika karikimi. Dhe sigurisht, këtu kemi një tendencë rritje nga I gjithë analiza që ne kemi bërë gjatë këtyre ditëve, pasi pritet që të ketë një konsum 14 milion kilowatt orë në vitet e ardhshme. Kjo rritje ka krijuar vështirësi në menaxhimin e ngarkesës së rrjetit dhe kosto të larta disbalancash, që vetëm në 10 mujorin e parë të vitit 2025 kanë arritur në 1.2 milion euro. Për të siguruar qëndrueshmëritë e konkurrencë të ndershme, me kërkesë të OSHE-s është miratuar nga enti rregullatori I energjisë një çmim I veçantë për furnizimin e flotës elektrike prej 22 lek për kilovator. Të gjitha këto janë të vlefshme për subjektet që ofrojnë shërbimin e karikimit për efekt ekonomik. Kjo është diçka që duhet sqaruar dhe duhet jenë të gjithë të qartë. Ky çmim, pra çmimi 22 lek, është çmimi që do të blihet energjia nga tregtarët privat, të cilët vendosin që të bëjnë këtë aktivitet ekonomik dhe do ta blejnë nga OSHE-ja. Ndërkohë që ne nxisim rritjen e flotës elektrike, duke nënvizuar dhe njëherë atë që tha administratori se konsumatorët familjarë do të vazhdojnë të karikojnë automjetet e tyre pranë banesave me të njëjtin çmim që ata paguajnë për energjinë, 9.5 lek në rastet kur ata harxojnë më shumë se 800 kWh apo edhe 8.5 lek në rastet kur ata harxojnë më pak. Ndërkohë, ky rregullim synon të vendos në treg një barazi, të ult kostot për rrjetin, të garantoj zhvillim të qëndrueshëm të lëvizshmërisë të mjeteve elektrike në vendin tonë. Nga ana tjetër, OSHE është pozicionuar më mirë se kushdo për sa I përket kapaciteteve të shpërndarjes të pikave të karikimit. Përmes OSHE Charge, rrjeti kombëtar të pikave të karikimit të mjeteve elektrike, ne do të sigurojmë çmime konkurruese, shërbim të qëndrueshëm dhe padyshim, energjia që do të përdoret në pikat e OSHE Charge do të vi nga burimet e rinovueshme. Për ndërtimin e stacionit të parë të OSHE Charge është përzgjedhur një pikë strategjike në hyrje Tiranës, është pjesë e Unazës së Re, nga Tegu në drejtim të Farkës dhe është dizenjuar
në një mënyrë shumë inovative. Do të ketë 10 kulla karikimi fast charger, në të cilat në të njëjtin moment mund karikohen për pak minuta 20 automjete. Tashmë, kjo që shikoni nuk është thjesht një projekt në letër, por është një projekt që ka marrë lejen e zhvillimit dhe lejen e ndërtimit. OSHE është duke punuar për të plotësuar të gjithë pjesën tjetër të dokumentacionit e për nisur menjëherë nga puna për ndërtimin e kësaj pike inovative, ku energjia, siç e shikoni, prodhohet nga panelet diellore, të cilat shërbejnë edhe si vend qëndrime, por nga ana tjetër edhe 10 kullat ndodhen pikërisht poshtë këtyre paneleve. E gjithë korpusi i ndërtuar rreth kësaj pike inovatore karikimi është një vend rekreacioni inovator, ku nga e lojrat e fëmijëve, që do të jenë së bashku me prindrit e tyre gjatë asaj kohe duke karikuar automjetet, dhe deri tek një bibliotek digjitale që do të shërbej për të kaluar kohën në një mënyrë sa më të kulturuar. Gjithashtu ka edhe pjesë të tjera që janë të parashikuara për familjet apo edhe për moshat e reja, për të mos humbur asnjë moment, ndërkohë që presin karikimin e automjeteve, por që në vizoj janë vetëm disa minuta pasi i gjithë projekti është bazuar mbi fast chargers. Ky projekt nuk është vetëm infrastrukturë, është modeli i qëndrueshmërisë energjetike, por dhe i qëndrueshmërisë ekonomike. Është vetëm pilotimi i parë, pasi ne synojmë që menjëherë vetëm në Tiranë të ngrem dhe 3 pika të tjera, dhe ashtu siç përmenda më parë në fjalën time, duhet keni parasysh që synimi ynë kryesor janë zonat turistike, janë korridoret qendrore të ndërlidhjes dhe mbi të gjitha pikat kufitare. Ky projekt është shembulli më i mirë se si një kompani shtetërore mund të veprojë edhe me përgjegjësi sociale, duke kontribuar jo vetëm në sektorin ku përket, por edhe në mirëqenien sociale përgjithsisht. Gjithashtu, ne synojmë që të kthejmë OSHE-n në një shembull të mirë se si një kompani e zhytur në borxhe në vitin 2013 arrin të dalë në sipërfaqe, arrin të nxjerrë bilance pozitive të cilat përkthehen në ulje të çmimit të energjisë elektrike për 1 milion konsumatorët shqiptar, por nga ana tjetër arrin të nxjerrë në treg produkte të reja, të cilat përveç aspektit dhe forcimit ekonomik dhe financave të kompanisë kontribuojnë edhe në zhvillimin ekonomik të vendit. Sektori energjetik shqiptar është sot një histori suksesi, por dhe një premtim për të ardhmen. Nga investimet e huaja tek inovacioni, nga zhvillimi i burimeve njerëzore tek përfshirja e teknologjive të pastra, ne po ndërtojmë një sistem energjetik që i shërben ekonomisë, qytetarëve dhe mjedisit. Krenar për atë që kemi arritur, të motivuar për atë që na pret, ne ecim përpara me bindjen se energji e qëndrueshme do të thotë zhvillim ekonomik i qëndrueshëm. Shumë faleminderit. Përshëndetje gjithëve dhe në radhë parë dëshiroj të përcjell një përgëzim atyre që kanë punuar me këtë inovacion dhe që do t'i japin jetë një
qasje të re në aspektin e shërbimit publik për sa i përket OSHE-s, e cila do ta shtri këtë kapacitet edhe në karikimin e mjeteve elektrike. Ky është një lajm shumë i mirë, i cili vjen në një moment shumë pozitiv për sektorin e energjisë, që ndërkohë është kthyer edhe në një sektor ku inovacioni ka zënë hapësirën e vet dhe ku nuk punohet më në emergjencën e tmerrshme të ditës, me ato historitë që tani më duken sikur nuk i kemi jetuar ne, dhe na duket e pabesueshme që ti kemi jetuar ne, por që në fakt kanë qenë histori të lodhshme, raskapitse të një periudhe kohe që zgjati deri jo dhe aq shumë vite më parë. Dhe pikërisht pse është krijuar kjo hapësirë për të menduar për të nesërmen, për të punuar për të nesërmen dhe për ta projektuar të nesërmen, në ndërkohë që natyrisht vazhdon intensivisht dhe puna e përditshme. Sot kemi këtë inovacion, ndërkohë që besoj brenda vitit të ardhshëm do të kemi edhe fillimin e punës transformuese për macat e energjisë, duke kaluar në sistemin e macave inteligjent, me një parti të parë prej rreth 350.000 macash, dhe brenda këtij mandati besoj që do të përmbyllim edhe këtë proces, që patjetër do ta ul edhe më shumë nivelin e humbjeve teknike në rrjet, duke e çuar pa diskutim në mesataren e poshtme të Bashkimit Evropian, por edhe do të rrisë cilësisht faturimin e çdo konsumatori, duke riparuar edhe ato të meta të fundit që ka procesi i faturimit. Nga ana tjetër, kemi nisur punën po ashtu për të ngritur në Shqipëri një data center të fjalës fundit, dhe edhe pse nuk është drejt për drejt me OSHE-n, por është me keshin, prap është një inovacion që shkon në drejtimin që fola, pra në drejtimin e një kompanie të madhe publike ose e një sektori strategjik ku përgjegjësia publike në shërbim tani më është duke u përkthyer edhe në përgjegjësi për projektimin dhe për materializimin në kohë të atyre që janë bazat e të ardhmes. Po ashtu jemi në një proces ku po ecim edhe me interkoneksionin, projekti madhor kombëtar për interkoneksionin që faktikisht do ta realizojmë si pjesë e një partneriteti strategjik me Italinë dhe me Emiratet e Bashkuara, dhe që do të na jap si vend një epërsi të madhe strategjike në aspekt të eksportit të energjisë së rinovueshme. Dhe këtu vjen pjesa kyçe e gjithë kësaj përpjekje, vjen objektivi më i madh strategjik i yni për ta kthyer Shqipërinë nga një vend si ai që gjetëm në Humner
dhe në prag të kolapsit energjetik në një vend eksportues neto të energjisë elektrike. Diçka e pa imagjinueshme deri jo shumë vite më parë, dhe diçka që është në dorën tonë tani më, pasi është vetëm një çështje e pak vitesh brenda këtij mandatit të katërt të qeverisë që ne të shpallim sovranitetin e plot energjetik dhe që të mos jemi më të varur as nga importi i energjisë dhe as nga luhatjet nga njëherë thuajse katastrofike që sjellin në tregun e energjisë krizat që nuk kanë të bëjnë fare me ne, siç edhe i kemi përjetuar vetëm në kohët e fundit në mënyrë shumë dramatike. Për gjithë ata që e konsumojnë dhe e paguajnë energjinë elektrike me punën e tyre të ndershme, ajo që ndodhi me uljen e çmimit të energjisë ishte një lajm jashtëzakonisht pozitiv, edhe pse si të gjithë lajmet pozitive në këtë vend, madje në çdo vend besoj, pati ata që e përqeshën fort, por në fund të ditës kjo përqeshje nuk i hoqi asgjë dhe nuk i heq asgjë faktit që ky i yni është i vetmi vend që ka përjetuar në vitet e fundit ulje të çmimit të energjisë dhe një ulje me 10%. Në ndërkohë që siç e preku dhe zëvendës kryeministria në kompanitë e këtyre shërbimeve po bëhet një punë e posaçme për rritjen e cilësisë burimeve njerëzore dhe faktikisht jemi dëshmitarë që OSHE-ja ka realizuar me sukses disa thirrje publike për të marrë teknik të rinj, vajzat e djem që vinë nga arsimi profesional, ashtu si kundër ka bërë një punë të lavdërueshme edhe për rritjen e kapaciteteve inxhinierike të saj. Natyrisht që duke qenë pjesë e një strukture që është jashtë financimit buxhetit shtetit, burimet njerëzore të OSHE-s nuk përfshihen drejt për drejt nga buxheti në rritjen e pagave, por dua ta theksoj sot për gjithë ata që edhe ma kanë shprehur me mesazhe po ne kur kanë dëgjuar për rritjen e përgjithshme të pagave me buxhetin e 2026-s, që në radh parë për 6800 punonjësit e kompanisë do të ketë një indeksim të pagave me 6.1%. Në radh dytë që për të gjithë elektricistët e kompanisë do të ketë një rritje page me 75.000 lekë të reja në muaj, dhe së treti për inxhinierët elektrik kompanisë do të ketë një rritje page me 12.500 lekë të reja në muaj, që besoj të gjitha këto janë rritje domethënëse dhe pa diskutim plotësisht merituara për një skuadër të madhe që rrit në mënyrë të qëndrueshme performancën dhe rrit në mënyrë të qëndrueshme dhe cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve. Nuk dua të zgjatem më shumë, dua vetëm të uroj që ky inovacion i fundit i OSHE-s dhe fillimi i krijimit të një rrjeti të furnizimit me
energji të automjeteve elektrike të nxis blerjen e tyre dhe të nxis rritjen e numrit tyre në qarkullim, pavarësisht se krahasuar me pak vite më parë numri është rritur në mënyrë të ndjeshme, por krahasuar me numrin e përgjithshëm të automjeteve është ende mjaft modest. Dhe besoj që edhe fakti që OSHE-ja do të ndjeki një politikë agresive, do ta quaja nxitje, duke i dhënë mundësi të gjithë atyre që e karikojnë automjetin e tyre elektrik në parkimin e apartamentit apo të shtëpisë tyre që ta blejnë me të njëjtin çmim që blejnë energjinë për konsum shtëpiak, që është një çmim shumë i ulët, por që justifikohet me faktin që duke qenë një karikim i ngadalt gjatë gjithë orëve të natës është ekonomikisht i përballueshëm nga OSHE-ja, ndërkohë që sigurisht duke u futur në treg si një aktor kryesor, OSHE-ja do të imponojë edhe një rregullim të menjëhershëm dhe të përgjithshëm të një tregu ku kemi parë në jo pak raste keqkuptime të mëdha të tipit që po ngul ca karikus në rrugë edhe po i jap njerëzve energji me një çmim ku e ku më të lartë se sa ai që po e marr nga rruga. Jo, kjo nuk mund të jetë kështu dhe pikërisht për këtë arsye çdo aktor privat që do të hyjë në treg me drejtën e vet do ta blej energjinë nga OSHE-ja me një çmim të mirë përcaktuar që nuk mund të jetë asesi çmimi i marrjes së drejt për drejt a thua se po e merr nga parkimi i shtëpisë. Besoj shumë që jemi në rrugën e dur dhe besoj shumë që OSHE-ja dhe gjithë sektori energjetik do të na japi arsye të tjera madhore për të dhënë lajme të mira për publikun edhe për të vazhduar të forcojmë bazat e rrugës sonë për Shqipërinë 2030. Por vetëm fakti që Shqipëria 2030 do të jetë një vend sovran në aspektin energjetik i thot të gjitha tjerat. Shumë faleminderit.